Kryeministri Edi Rama ka vijuar me reagimet në rrjetet sociale për protestat. Kreu i qeverisë pretendon se protestuesit që mblidhen çdo ditë prej një muaji në bulevardin qendror dhe kërkojnë dorëheqjen e tij, po keq përdoren. Qytetarët kanë të drejtë të protestojnë pavarësisht se kush i drejton, manipulon, përdor dhe abuzon me hallet e tyre. Korja e mbetjeve të rrezikshme sociopolitike të bulevardit dhe uji i rrjedhshëm i protestës së qytetarëve që kërkojnë të dëgjohen janë dy gjëra krejt të ndryshme. Sipas Ramës, shqetësimet konkrete të qytetarëve do të merren parasysh nga qeveria. Ai ujë që buron nga halle, shqetësime, probleme reale të jetës së çdo protestuesi apo simpatizanti të protestës duhet kthyer dhe do ta kthejmë në energji për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, duke ndarë me ta reflektimin ton nga kjo protestë, sapo të kemi lexuar me vëmendje për ulësi, krejt mesazhin e zemërimit të tyre të sinqertë. Për personazhe që sipas shefit të ekzekutivit po ushqejnë qytetarë shqiptar me urrëtie ndaj qeverisë, Rama thotë se nuk do të marrin të njëjtën përgjigje. Ndërsa korja e shpifur që ka bërë bashk plot dështak të zemëruar të Shqipërisë, turlilloi personazhesh që japin mend që si kanë dhe shfryn dufe e mlefe për të cilat s'ua ka fajin askush veç vetes, duhet parë treguar pas një ngurim mu siç është. Në reagimin e tij, kryeministri shpreh se nga këto protesta do të dalin të fituar ata që kanë besim tek qeveria aktuale, ndërsa pjesa tjetër do të bëhet pishman.